Të nderuar teleshikues të Drita Televizioni, ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 8 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale të cilat lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Maj. Ngjarje 1886. Në barnatorën e John S. Pettibone në Atlanta, Georgia, SBA, shitet për herë të parë një medikament i ri kundër lodhjes, dhimbjes së kokës dhe depresionit, i cili më vonë u bë i njohur si pije Coca-Cola. 1914. Kongresi i SBA-s shpalli të dielën e 2 të muajit maj si ditën e nënës. 2010. Republika e Djiboutit ka marrë vendim për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Lindje 1884. Lindi Harry S. Truman, presidenti 33 i SBA-s. 1899. Lindi Friedrich Hayek, ekonomist dhe filozof austriak, fituesi i çmimit Nobel për shkencat ekonomike në vitin 1974. 1921. Lindi Ali Sokoli, pulmolog kosovar. 1981. Lindi Stephen Arnell, aktor kanadez. Vdekje 1794. Vdiq Antoni Lavoisier, kimist francez. 1873. Vdiq John Stuart Mill, filozof dhe ekonomist anglez. 1880. Vdiq Gustav Flaubert, letrar francez. 1904. Vdiq Edward Muybridge, fotograf amerikan. Festa dhe përvjetore. Dita ndërkombëtare Kryqit të Kuq dhe gjysmëhënës së Kuqe. Për sot kemi përgatitur biografinë e Lewis Hamilton, një pilot garazh britanik. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Rosberg, Sebastian Vettel i Ferrarit u bë rivali më i afërt i Hamiltonit në 2 betejë kampionate, në të cilat Hamilton përmbysi 2 herë deficitet e pikëve në mes të sezonit për të fituar titull të njëpasnjëshëm përsëri në 2017 dhe 2018. Titujt e tij të tretë dhe të katërt pasuan në vitin 2019 dhe 2020 për të barazuar rekordin e Schumacher me 7 tituj pilotësh.
Hamiltonit i është dhënë kredia për avancimin e ndjekjes globale të Formula 1, duke tërhequr një audiencë më të gjerë jashtë sportit, pjesërisht për shkak të stilit të jetesës së tij të profilit të lartë, aktivizimit mjedisor dhe social dhe shfrytëzimeve në muzikë dhe modë. Ai është bërë gjithashtu një avokat i shquar në mbështetje të aktivizmit për të luftuar racizmin dhe për të nxitur rritjen e diversitetit në motorsport. Hamilton u rendit në numrin 2020 të Time si një nga 100 njerëzit më me ndikim në mbar botën dhe u shpall kalorës në nderimet e vitit të ri 2021. Kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për një nga betejat më absurde të antikitetit. Një nga betejat më absurde, le të themi, për shkak të mosbarazisë së ushtrisë, ishte beteja e Gaishas, e zhvilluar midis ushtrisë së Hanit dhe Shu. Beteja do të çmontonte sundimin e dinastisë Han mbi Kinën për shekuj të ardhshëm dhe do të sillte padyshim një nga epokat e arta më të mëdha të dëshmuara ndonjëherë në historinë njerëzore. Jo vetëm që Han do ta bënte Kinën vendlindjen e shpikjeve të panumërta, por do të krijonte bazën e aspekteve të mëdha të kulturës dhe identitetit kinez. Ushtria Han, që numëronte rreth 650.000 burra, u përball me një forcë shumë më të vogël, atë të Shu, prej vetëm 100.000. Beteja rezultoi në një masakër për ushtrinë Shu. Xiang Qiu, udhëheqësi i ushtrisë Shu, ishte aq i shqetësuar dhe i turpëruar nga disfata e tij, saqë kreu vetvrasje kur pa ushtrinë e tij të shtypur nga duart e generalit Han Li Bang. Li Bang do ta shpallte veten perandor i Kinës dhe themeloi dinastinë Han. Menjëherë pas kësaj fitoreje të mëdha, Kina më pas do t'i nështrojë një epoke të paprecedent për parime shkencore dhe kulturore që do ta udhëheqin botën për shekujt në vijim. Dinastia Han është e njohur si periudha e artë e Kinës së lashtë, për shkak të kontributit të madh dhe arritjeve të saj në shumë fusha. Kjo dinasti, që zgjati nga viti 206 para Erason deri në vitin 220, shënoi një periudhë të rëndësishme politike dhe përparimit shoqëror në Kinë. Një nga aspektet kryesore të dinastisë Han ishte stabiliteti politik, pas periudhës së të quajturit periudha e shteteve në luftë, që karakterizohej nga ndarjet dhe konfliktet ndërmjet shteteve kineze. Dinastia Han shpalli bashkimin dhe krijoi një sistem qendror të qeverisjes. Ky sistem politik, i bazuar në administratën e përgjegjshme dhe një hierarki të qartë, e bëri të mundur që qeverisja të funksiononte me efikasitet dhe vendi të përjetonte një periudhë të qetë dhe të qëndrueshme. Në fushën e ekonomisë, dinastia Han ndërtoi rrugët dhe infrastrukturën duke nxitur tregtinë dhe shkëmbimin e madrave brenda vendit dhe me vendet e tjera. Aftësitë e tyre në plegtori dhe bujqësi u përmirësuan, duke sjellë prodhimin e ushqimit në nivele të larta dhe zgjerimin e bujqësisë. Përveç kësaj, zhvillimi i tregtisë ndërkombëtare ndihmoi Kinën të krijojë kontakte me vendet e tjera dhe të përhap kulturën dhe traditat e saj nëpër botë. Në fushën e arsimit dhe kulturës, dinastia Han përkrau zhvillimin e shkencave, filozofisë dhe artit. Sistemi i arsimit u përmirësua dhe u rrit mbështetja zyrtare për konfucianizimin që u bë doktrina e zyrtarëve dhe inteligjencës kineze. Kjo krijoi një kulturë të pasur intelektuale dhe edukative, duke kontribuar në zhvillimin e mendimit filozofik dhe shkencor në Kinë. Dinastia Han gjithashtu pati një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e mjekësisë. Librat e shkruar nga studiuesit e kohës, si Han Shu dhe Shi Yi, na japin një pamje të detajuar për kulturën dhe historinë e kësaj periudhe. Megjithse dinastia Han u përball me sfida dhe problemet e veta, është vlerësuar si një periudhë arritjeve të shumta dhe zhvillimit të shoqërisë kineze. Për shumë kinez, mbetet një simbol i fuqisë, duke u vlerësuar si një kohë e artë në historinë e tyre kombëtare. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 8 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me rreshje shiu në të gjithë vendin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me vranësira të dendura dhe rreshje shiu të her pas hershme në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 3 deri në 4 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:23 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:52 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 14 deri në 20 gradë Celsius, Kukës
11 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi, 11 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 15 deri në 20 gradë Celsius. Durrës, 15 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj, 14 deri në 19 gradë Celsius. Elbasan, 15 deri në 19 gradë Celsius. Berat, 15 deri në 18 gradë Celsius. Korç, 9 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë, 17 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër, 12 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë, 15 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e Territori i Kosovës për datën 8 maj 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me reshje shiu në të gjithë territorin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me vranësira të dendura dhe reshje shiu. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:14 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:50 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 13 deri në 24 gradë Celsius. Podujev, 12 deri në 23 gradë Celsius. Skënderaj, 12 deri në 22 gradë Celsius. Pej, 13 deri në 20 gradë Celsius. Prishtinë, 12 deri në 22 gradë Celsius. Gjakov, 13 deri në 23 gradë Celsius. Malishev, 12 deri në 23 gradë Celsius. Gjilan, 11 deri në 21 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 21 gradë Celsius. Kaçanik, 11 deri në 18 gradë Celsius. Suharek, 13 deri në 23 gradë Celsius. Prizren, 12 deri në 18 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Bashkë do rishemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rijat më të fundit vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.